Mirëmbrëma, mirë se erdhët në Shqip në Dritare Televizion. Dua t'ju njoh sot me dikë që në fakt ju e njihni, ai është gazetar prej vitesh në Kosovë. Ne bashkëpunojmë qysh kur kemi krijuar Dritaren si portal, sepse na zgjodhi edhe na tha dua të ndihmoj duke bërë që të keni më shumë lajme nga Kosova. E bëri me vetdijen e njeriu që e do vendin e tij, andej dhe këndej kufirit, ose siç thot vetë, qëllimi im, dërsa thot na kërkoi të flisnim bashkë, të flisnim në studio, por nuk ja dolëm dot, kështu që po e bëjmë online, u shpreh se qëllimi im në fakt nuk është të shes mend për profesionin ton të përbashkët, por ta them hapur shqetësimin ton për gjendjen aktuale në profesionin e gazetarisë, këtej dhe Matan Drinit, si shpreh Agolli nderuar. Mirë se erdhët zoti Esa Dujaka, kënaqësi. Mirë se ju gjeta dhe përshëndetit më të ngrohta nga Prishtina. Faleminderit. Si është në Prishtinë sot? Është ftohtë? Pa është, siç është gjendja, s'po di ta them, pak e mbrolt, të nënt është mbrolt kohë e dimrit, po pas dimrit vjen një tjetër verë. Të një po e dyni këtu në Kosovë. Kështu ndodh gjithmonë, kështu që ne këtë presim, bëhemi gati për verën. Ndërkaq, unë dua në këtë emision, në këtë takim tonin, të tregojmë diçka për ju si fillim, pastaj për gazetarin. Si e nisët ju gazetarin dhe që nuk e lat asnjëherë, edhe tani jeni gazetar. Tash jam, po të flasun me humorin një marrë në lindjen tonë dikush me gazetat cilas del ma, fatkeqësisht. Shiko, unë jam tash një farë veterani, që me pashkru në gazete kisha bu veterani, që jam marrë ti me humorin. Dhe me thënë, po i kam kalu këto 80 vjetë jetës dhe 62 vjetë në këtë profesion, kështu aktivisht një marrë. Zdi që ka të thëmë, dhe si kur kisha lindë edhe njëherë, e kisha zgjidhë mu këtë profesion. Ashtë diçka që ma ka desh të zemrat, edhe si nxalës edhe si gjimnazist, e pastaj në rilindje tjera. Ku si e nisët ju gazetarin? Se i bie 62 vjetë, çfarë bët në fillim? Ishte shkollë? Ju lindët në Gjakov, jeni gjakovar. Unë jam, po, e rajt i kam një bale të mbi Shkodrës. Në Gjakov kam lindë, dhe atje e kam kry shkollën fillore me një profesor, arsimtar gjuhës shqipe, Masam Hoxha, i cili na ka pas myt, thoqa kështë, me lexu, e dejte pseho, kërë kemi lexu pseho në gjysha, s'kemi ditë me folë, mas një javë. Shumë shka tjetër, dhe thët, prej asaj shkollë fillore, që quaj Bajram Qurri, pastaj Emin Duraku, dolem edhe të Kidervishi, edhe Sat Cermjani, edhe unë, edhe do tjerë, pikrisht nga ky arsimtari gjuhës shqipe, Masam Hoxha. Dhe aso kohë, thët, ishim aktiv, dhe fillom me bashkëpunu me rilindjen për fëmijë, ma vonë me Radio Prishtinën, me emisionin e fëmijëve, dhe kështë që u helmova, me gazetarin, dhe nuk ju ndava erdha në Prishtinë, fillova në Zërin e Rinis në vitin 64, dërsa miku im i feminis, Jusuf Gjovi ishte në rilindje, pastaj dola në rilindje, shkova në Radio Prishtinë, në vitin 74, nuk më në rahat aty se si isha unë për televizion. Nuk më donë të kamera. Ja, ndalojmë pak të kjo. Si është kjo nuk të do kamera? Se është frazë që ma ka kap veshë. Po zoj, gazetarin tash ju jeni po ku jam edhe unë. Në gazet mund të kesh gojën pas qafe, thët popullim.
por këtu t'jesh i ngritur këtu, edhe të shkrush mirë. Në radio duhet me pas edhe këta, zërin, që nuk e kam, se e kam hek para 20 vjetëve një kancer që kash, se i kam pika 5 pacetat, 5 pakot. Kërështë që të kisha thonë, mos veni tonë. Dhe, gazetaria televizive, ku jeni ju, duhet të trijat, kjo dhe kjo. Pa këto 3 elemente të më thënë, kur të thonën me pas zonin e kantarit, mirë po me pas zon, me ditë me folë, para mikrofonit dhe para njerëzve të më ditë që andaj janë njerëz. Edhe këtu edhe të malë edhe në vri. Në thotë këto 3 veçori. Gazetaria televizive është maja. Maja e gazetarisë. Atje nuk ban gjithkush. Nuk ban gjithkush. Do po them me atë që i kam dëgju prej njerëzve kompetent për të Atlantikut, që i kam përcjell në seminare dhe këshillimore ndryshme edhe në Beograd, edhe në Zagreb, dhe gazetaria televizive është kulmi. Kështu që ju bët atë që bënit më mirë, nuk u ngatruat me këto të tjera. Po, ja, unë provova në Beograd, kur e nisëm TV Prishtinën, viti 74. Në krahun e djathtë kisha Faik Himen, i cili vdiq para 2 javëve. Një ndër folsi, si thani edhe jo, spikeret madh, por në TV Beograd, ama për emisionin e TV Prishtinës, e kemi marrë 2 vjet nga Beogradi, por me logo TVP. Faiku edhe ishte maj bukur se të gjithë na, zonin pushk, se si keni pas dhe i keni ju, shumë më të mirë se sa na. Në atë se thëmë, se jam rrit me ju. Edhe, kështë që unë afërti, kër janë njësë Gjakova, që një regjizor atje kish kry në Prag, Akademin për regji të televizionit. Dhe të tillë akademi ka pas vetëm Parisi dhe Praga. Dhe ajo e mundova, Faiku qeshte të tjerë ne, tha, mos e provo kur ma. Mikrofonin bën kur jenë të kisha za, se isha pak ma. Mirë po, në studio jo. Ani pse, në studio thët preferohet po nuk isha. Po tani që njerëzit futen e provojnë, të gjithë bëjnë televizion, të gjithë bëjnë podcaste, si të duket? Ku është ajo që? Mori, zoja ime e respektume. Unë nështë kom mbet pas, edhe sigurisht po ta dëgjojnë ma të rritë, e ta dëgjojnë, është ko e shëndrimit mendimeve. Por, me gjithatë, televizioni i ka të vetat, më thome dhe, nuk kisha thonë gjithkush, jo veç televizion, po gazetat që s'janë heqë, po portalet që janë, dhe s'dijet kush janë, dhe s'dijet qka janë, dhe të flasim pak ma vonë, deri të gjua, deri të profesionalizmi, i cili fatkeqësisht në gazetarin, po flasë qipe, si të tha, e ditë, si ma knaqët zemrën me agollin kënej dhe andej trinit. Pra, jo, nuk po punojnë me një profesionalizm të këlluar dhe nuk kanë kujdes përdoren fjallë edhe të randa edhe të pavërtetuar, se në gazetarit vjetë, nësoj, ju të pak të në dini, 3 herë vërtetoja një shkruje, këta asë një herë nuk e vërtetoj, e 3 herë e shkrujnë, edhe shajnë, edhe gjithë farë fjallë shtrama, edhe mandaj, jo më tha, jo ma qeli, jo ma zonit derën, jo policinë, thire, jo, po bëhat e presion gazetarët, dhe me thëmë, situatë jo e këndshme. Gazetaria nuk po e lullë rolin e vetë, qështë duhet. Cili është roli që duhet e luaj? Qëfar roli duhet luaj gazetaria? Qëfar roli ka? Roli, po,
Nëse